Në kuadër të festave të nëntorit në qytetin e Shkodrës u qel një ekspozitë e veçantë me punimet artistike dhe kulturore të nxënësve të shkollave nëntëvjeçare e të mesme. Aktiviteti i zyres vendore të arsimit synon të promovoj vlerat kombëtare, traditën dhe frymën e atlletarisë tek brezi i ri. Vizatime, punime dore, fotografi dhe projekte kreative që pasqyrojnë figurat historike dhe ngjarjet më të rëndësishme të kombit me simbolika të identitetit shqiptar u shpalosën për të pranishmit. Është një muaj i tërë dedikuar festave të nëntorit dhe ditën e sotme kulmon me këtë ekspozitë në cilën janë përfshirë të gjitha institucionet tona, publike dhe private, shkolla që i kemi art dhe zeje, shkollat e reja të shtuar tashmërishtas në programin art dhe zeje dhe shkolla qendra komunitare, por edhe të gjithë institucionet e tjera arsimore që nuk janë në asnjërin nga këto programet. Siç edhe ju e keni parë, janë punime piktura të ekspozuara nga nxënësit, punime artistike të bëra nga nxënësit me tematikën e festave të nëntorit. Dhe qëllimi i këtyre shkollave është që të ruhet tradita dhe të trashëgohet tradita, sepse duke qenë se jemi tashmë në një shoqëri që ka dinamika që ndryshojnë shumë dhe që teknologjia shpesh herë na bën të harrojmë edhe preardhjen edhe historinë tonë, është shumë e rëndësishme që të ruhet dhe të promovohet. Nëntori është muaj krenarisë kombëtare, ndaj aktivitetet të tilla janë një mundësi e rëndësishme për të nxitur reflektimin e të rinjve mbi rëndësinë e ruajtjes së traditës dhe identitetit. Xhubleta e malëcisë të madhe që mbrohet nga UNESCO. Kjo është motra tonë, ky është një libër që është ndërtuar nga viti 1555. Këtë jelek e kemi vizatuar vjet me mësuese Vila Osmani dhe na ka marrë 3 muaj ta përfundojmë atë. Kjo javë do të jetë mbushur me aktivitete që i kushtohet pavarësisë dhe çlirimit të vendit.